Jo ishte këngë. Kënga kërcehet dhe bëhet valle. Po pra, këngë me qifteli e kthyen në valle. Po pra. Shiko, mua... Dhe kjo të regon domethënë që ajo parti është si ajo makina që ngecën në shira në balt, ku merrat baltën atje, nuk ka zetore, traktore, fadromi që e nxjerr. Duhen shumë forca që Partia Demokratike nuk i ka. Që t'i referojmë asaj të këngës për vitri të Sali Berishës, dhe që kërcenin gjithë me ra, agroni miku im Qekmarkaj, temi përveç atyre të vetëve, po ajo që të bëndë përshtypje ishte kërcimi i agronit, dhe Jorida bukur kërcet. Dhe vallëzimi gazmor i Jorida Tabaku, dhe për drejtja e Gazbardit, pa ty nuk ka në i lajmë. Por fakti që element themi me integritet si zonja Tabaku, unë do të edhe Agron Qekmarkaj, me gjithë se shumë veta nuk janë dakord, po unë them që Agroni ka një integritet ndryshe nga tjerët, tregon që në ato parti, nesër, kur gjithë shka të mbaroj, kur të mbyllet rinumrimi, kur të filloj parlamenti i ri, etj, ndryshe nga herët e tjera, nuk do ketë më debat brendshëm. Sepse integriteti mungon. Integriteti politik, se si njerëz mund të jenë njerëz të mirë. Jorida është një vajzë shumë e mirë, është shkëlqyer. Edhe përgatitur. Edhe me rezultat. Por ne po flasim për politik. Në aktivitetin e saj opozitare. Po flasim për politik. Unë nuk kujtoj një qëndrim politik. Partia ka 4 vjet e ca, që është një krizë dramatike, tragjike po të duash qyesë, në 8 janar dhe mund të ishin vrarë njerëz të 22-shit. Dhe Joridën se kam dëgjuar të flas. Ka thënë njerë që Sali Berisha i përket të shkuarës. Mos më ndërprit. Jo, për të ndihmuar. Po e ke thënë njerë mbaje. Po kjo është integriteti, se këta njerëz të mirë, po s'do të thotë se jemi integritet. Bura gratë mirë ka plot. Integritet, jo njerëz. Punati im është buri shkëlqyer, po s'merret me politikë, shoqëri Zotit. Nuk është kjo zgjidhja. Dhe këta njerëz po kthehen në mite, siç gjithmonë ka prodhuar Berisha një mit të ngjashëm. A janë në mite ka më shumë mite i ra. Ktu është problemi, Bart. Po bie, dhe është mirë ta zhveshim këtë mit. Ta dekriptojmë krejt. Gjithmonë Berisha ka mbajtur afër një fytyrë të pashme. Unë i quaj këta dhëndur ideal për vjerat, jo për nuset. Që nga Selami, Brojka, Bamiri, Luli, po të që është njajnë me njëri tjetrin bilet, po t'i vesh i nga tronë. Luli ishte nuse perfekte. Të gjithë këta kanë qenë aty eksakt sepse bënin fytyrën e butë për balë fytyrës ashpër. Cila është vlera politike? Kemi pari që pas kanë qenë njërzit më të pas zot, që pas ka pasur Partia Demokratike në funksione. Dhe krimi tjetër është që i merë duke i ditur eksaktësisht që nuk e duan politikën, nuk janë politikan, nuk kanë asnjë nerv politik, asnjë nerv aktivizmi, i merë dhe i vendos atje, dhe ata pasaj fillojnë gënjen veten. Ata mendojnë që janë politikan se kanë pas funksione. Dhe pasaj bëjnë dhe nga një parti kur mërzitën. Megjithatë, Martin, mua më bëri përshtypje edhe Ali Mehmeti pavarësisht gjithçkaje, ai u tregua më pak temi i mbyllur, pasi është një proces për marrjen e një mandati. Por Aulon Kalan që kam patur javën e kaluar, a ishte shumë i drejt për drejt, me shumë nerv. Unë mendoj një gjë, që në perceptimin e përgjithshëm, Zoti Berisha ka krijuar idenë që Partinë Demokratike ka bërë bunker. Pra, i ka hequr vlera. Njerëzit që kanë integritet, njerëzit që kanë personalitet, njerëzit që i thonë me kurajo, dhe jo personalisht, po objektivisht, kur diçka je ka gabim. Por, kam frikë se doktori e ka gabim. Ndoshta nuk do ketë sukses një lëvizje e re për rrëzimin e tij. Po që aty do ketë lëvizje, unë mendoj që do ketë. Unë mendoj që do ketë pas konstituimit parlamentit dhe rikonfigurimit të grupit parlamentar të ri të Partisë Demokratike. Domethënë, ne thjesht duhet mbajmë shpresë, thënë drejtën, por unë e shoh me shumë dyshim. Unë e pash zotin Kalaja di dhe e vlerësoj gjithë guximin që ka, por mendoj që të gjithë këta përpara një oferte çfarëdo të Saliut do stepen dhe përfundimisht unë nuk shoh. Po çfarë mund të ofrojë Saliu sërish? Po posën partije, ndonjë dru pas shpinë, si dikur. Dru pas shpinë është edhe gjë, po. Nuk e mendoj, domethënë, atë lloj formit që gjithmonë e kam parë PD-n, sidomos nga 91 mbrapa, që u krijua si një mozaik, le ta quajmë demokratik, pak konfuz, por mozaik i bukur ishte,
Po, që gradualisht shkojnë Kaos demokratik, ishte po gradualisht nga 92 mbrapa, sidomos nga momenti emocionizmi u bë shumë e qartë, që kishte 2 PD. PD-ja berishiste, që ishte inerci e fortë bolshevismi, dhe pjesa që mbeti e mozaikut demokratik. Dhe kjo ka qenë një martesë e sforcuar e Partisë Demokratike. Si çdo martesë në sherr, zvogloheshe gjithmonë kjo pjesa e mozaikut ose fryhej nga sjellja e Berishës. Pati një iluzion në 2005 me kthimin e këtyre zotrive që kishin ikur dikur, pa ta me sa duket u kthyen për negociat, më lër ministër, s'merre më me politik, më lër oborin tim, s'të ngatrohen më. Pra nuk ishte kthim parimor. Nuk ishte parimor, unë e kam besuar parimor, shumë sinqerisht. Që pjesë e kopit. Po, dhe krijimi i kopit ishte përsëri një ofertë mozaiku, pasurimi mozaikut. Nga 2009 mbrapa, ra. Pati një rikthim të vogël kur u bël Basha kryetar, se shumë njerëz besuan që do krijohet një PD-re. Nga 2015-16 mbrapa dhe kjo mërdifi. Tani nuk jemi më në martesë të sforcuar të mozaikut demokratik, burimor, original të Partisë Demokratike dhe berishizmit bolshevik. Jemi në një divorc absolut. Atje brenda nuk ka më asgjë në mozaik dhe askush nuk flet. A ka një mundësi, Beko, që gjitha elementët cilët dështuan zgjedhjen 11 maj të bashkoheshin dhe të krijonin një frym alternativ brenda themi jashtë PD si strukturë, por bërë brenda PD si frym që ta ribëjnë këtë gjë nga e parë. Po të lutem kësaj radhe realisht Anglisht. Mendoj që jo, sepse të gjithë ata që janë jashtë e shikojnë veten si kryetar të mundshëm, edhe kjo nuk i lë gjithë të bashkohen. Njerëz ka pa fund figura personalitete të cilat kanë dhe impakt publik, më shumë se sa një bashkësi e madhe të atyre që kanë ngelur brenda PD-s pra pranë Berishës, por nuk mundet të bashkohen dhe Fatbart Kadilli është dëshmitari i kësaj. Okej. Frok? A besoj se nuk do ketë asnjë lëvizje, s'do ketë asnjë ndryshim, s'do ketë asnjë gjë deri në zgjedhjet e ardhshme. Për arsye se Partia Demokratike është duke luftuar ata që janë jashtë hyjnë brenda, dhe ata që janë brenda t'jenë aty sa më të fuqishëm. Praktikisht janë këta që janë jashtë, janë problemi më i madh. Këta që tabaku, ky Ali Mehmeti etj. Domethënë, këta i vinë në ndihmë Berishës për qenë në 2 kopje. Në kopjen e brendshme, në kopjen e asaj listave të mbyllura që i ka rreth e tij ashtu siç është, dhe në kopjen tjetër që është tolerant dhe është gjeneroz me këta që vinë, të cilët do t'i në një moment saktuar do t'i vërsul në njëri tjetrit. Dhe është një aset i jashtëzakonshëm, këta që janë jashtë, këta që vinë janë aseti më i mirë i Berishës. Dhe këni për të parë, që ai ka për të filluar t'i lëshojë ata që ka brenda, sepse ata i ka të rrahur. Edhe këta i ka të rrahur. Po ata i ka shumë të rrahur dhe ata mund t'i lëshojmë, t'i lërë aty, mund t'i t'ju përmend, por janë listën e mbyllur ti edhe secilit prej tyre i ka një gjë në dorë. Por do merret me këta. Këta do t'i përdor për të mos lëvizur asgjë dhe realisht, nëse shikoni të gjithë si ata të brendshmit dhe të jashtëmit kanë një gjë të përbashkët. Të gjithë dashurojnë Sali Berishën dhe duan Sali Berishën krye të partisë. Pse? Kanë frikë nga njëri tjetri. Sa po t'ik Berisha, ata do hanë njëri tjetrin. Dhe këtë gjë ata e dinë shumë mirë dhe Berisha e di shumë mirë. Batuta fundit, Martin? O Sali o hero, gjithë Shqipëria ty të do, këta e kuptojnë dhe e besojnë, ndërkohë, këtë e beson edhe personi që është Sali Berisha. Në këtë qasje që kanë këta që bërhasin kështu dhe njeriu të cilit i pëlqen dhe e beson, është fakti që në mes janë shumë pak ta njerëz që e thonë të dhe janë shumë pak për të marrë pushtetin që kërkojnë. Kjo është i gjithë. Ndërkohë hemorragjia ka filluar brenda PD-s. Ka filluar. Patjetër. Partia Demokratike do t'i ndodhi eksakt si ngjarja e Partisë Republikane në 2005, që mori 11 mandate për formulë, po s'kishte parti. Tani do ketë Berish, do ketë kryesi forume të rëndësishme dhe grup parlamentar, po do fillojë të bjerët partia. Do ikë partia. Sikën Berisha do ikë partia. Republikana atëherë bardhë iku për arsye se gjithë njerëzit kishin një streq e përafërt siç ishte PD-ja. Dhe kësaj here ky fenomen po ndodh. Këta që janë jashtë kanë tradhtuar elektoratin e tyre, se elektorati i ka votuar për të qenë kundër Berishës. Në fakt, ta janë tradhtarët e parë kundër elektoratit të tyre. Dhe tani s'kanë më shpresë, domethënë shpresën që kishin e dogjën atë kartë.
Ku? Faleminderit Froshuj, faleminderit Martin Lega, faleminderit Beko, faleminderit veçanërisht Bart Kadil që rikthehet pas disa kohësh, shpresojmë që t'ju kemi sërish program. Pasi më thonë që e keni praktisur Afrikën për momentin. Megjithatë bashkë shihemi sërish të hënën në orën 8, deri atëherë, nga Sokol Balla, natë mirë.